Shiko, sot si e pe Mesin ti? Po të flas me ti, Mesin deri nga minuta, deri po thona, deri kur doli ai Hasan i Egjiptit dhe ishte në hije. O qa lojtari e Hasan, e peti ajo? Pu. Dali ati i dha zemër Argentines, me maj, dhe këtu gaboj Egjipti që i la shumë terren dhe hoqi nështë ata lojtarë që e moren për dore ekipin dhe në të momente. Pavarësisht edhe nështë edhe pa dëshirën e tij, sepse gjendja fizike, ato dëmtimet që pati në fund, ishte detyruar, por mendoj që këto shfrytëzoi Argentina këtë moment për të reagu. Elvin, Zvicra po luan me Kolumbinë 0-0. Cili është parashikimi juaj për këtë ndeshje? Me ka pëlqyer gjithmonë që nga ndeshja e parë Kolumbia dhe mendoj që Kolumbia do jetë një kocke fort sot për Zvicrën. Ajo që mund të them nëse Zvicra do arrit ta mbajë deri në shtesë ose tek penalltit, besoj se do triumfojë Zvicra. Me eksperiencën që ka. Mund shkojë edhe te penalltit, Mendoj që po. Janë më të mirë mbrojtësit apo sulmuesit në këtë kampionat? Ti ke luajtur mbrojtës? Mbrojtja është duke qenë shumë organizuar. Po golat nga vinë kur është organizuar, se ka pas gola ky kampionat. Tash goli mund shënohet në gjithë farë mënyrash, por mendoj që ka qenë po thuj se gjitha ekipet kanë qenë të organizuar në aspektin mbrojtës. Të bëj një pyetje, se e di që edhe kohën e ke kështu me pikatore, po Vllaznia luan Kupën e Europës, ke kontakt? Çfarë ndodh? Mund të kemi një sezon pozitiv për Vllaznin apo ka probleme? Që është e vërteta, nuk kam pas shumë kontakte për periudhën e fundit. Por me ata pak informacione që kam, janë marrë disa lojtarë të ri, është konfiguru pothuajse komplet ekipi, kanë marrë disa lojtarë nga sezoni i kaluar. Unë mendoj që nuk është e mirë për të ndryshuar shumë